që në fakt e njohim të gjithë shprehjen e të cilit u bë lajmotiv në çdo transmetim televiziv. Trim Gashin e kam në një lidhje të drejtë për drejtë live nga Prishtina, edhe pse duhet thënë që kombëtarja e Kosovës e ka humbur tashmë shpresën për të qenë në botror. Trim, të përshëndes. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe në fakt ne jena live, por mos na detyroj që të censurojmë fjalën, të lutem. Si ishte? Po të kishim fitu, e kishim bo një përshëndetje, a jemi live? Jo, mos e vazhdo, mos e bëj përshëndetjen. Si është atmosfera në Prishtinë pas këtij rezultati? Të thonë të drejtën, atmosfera nuk është festive, nuk është që ka në atmosferë, sepse normalisht që jemi të zhgënjym, kemi pas shpresë që do kualifikohemi dhe do fitojmë ndeshjen, edhe pse patëm rast, mirë po fati nuk ishte në anën tonë, edhe pse Turqia është shumë ma e fortë, ashtu duke në teren, jeshtë edhe pat fatin që me një rezultat minimal me fitu. Si zakonisht mas humbjeve ne si popull kena qef me u shpërnda, edhe nuk është se kemi qef me vazhdu festën. Qyteti është i mbushur me njerëz, me musafir për Shqipërisë, Kosovës për gjitha qyteteve, po jemi të u shpërnda duke shku shpijave. Fatkesi që dhe Shqipnia pas ka hup misorën, kështu që pas ka qenë nata jonë. Pas ka qenë nata e kundërshtarve, me sa duket në fush dhe jo nata jonë. Kosova në fakt nuk arriti dot suksesin në hapin e fundit drejt botrorit, por me kokën lartë duhet thënë, Trim, pasi edhe arritja deri në këtë fazë konsiderohet sukses. Por dua të të pyes ndoshta çfarë penalizoi në këtë ndeshje? Me aq sa mundë me pas, unë isha te pjesa e tifozve, edhe zakonisht ne që rënditemi të tribuna dhe tifozve, pak me thonë e analizojmë ose e shohim ndeshjen. Koha ishte mjaft, kushtet atmosferike, besoj e kam penalizu frynte një herë madhe, edhe nuk e di, disi mungojnë është ta pak ai motivimi, sikurse në ndeshjet që i lujtem si musafir në Sloveni dhe në Slovaki. Mu dok personalisht që lojën e bënin pak ma qetë se në këto vende, sikur me pas fitoren në durët e tyne. Edhe Turqia një rast të vetmin e pat dhe ato e shfrytëzoi. Por ndryshe Kosova i pat 2-3 raste, edhe po nuk mujti me nxjerr një barazim të paktën. Që do thot ishte Turqia më favorite në këtë ndeshje të mbrëmjes së sotme? Në fush? Nuk kisha me thonë me favorite, nuk ka dominuar Turqia, ndeshja disi luaj tek të dyja taborës, dy anë të fushës, sikur një pjesë në anën e Turqisë, një pjesë në anën e Kosovës, nuk muj me thonë që e kanë dominu kështu bindshëm, shifet edhe rezultati, me rezultat minimal kanë fitu, nuk patën mua as shanse tjera, as nuk ka qenë favorit para ndeshjes, mirë po fati ishte në duart të tyre se e ditën me shfrytzuat shansi ju dha. Për fat keq ose për ndryshim prej çunave të Kosovës. Dhe Kosova është një ekip relativisht i ri, a mendon se ka lojtarë që ndoshta në kompeticionet e ardhshme mund ta shohim edhe në finalen e Europianit? Kosova mendoj me kapacitetin që ka dhe me peshën e lojtarëve është dasht tjetë edhe në kupën botnore, gjë që kishte qenë një bilet shumë e mirë për neve, për me na njoft gjithë bota edhe në anën si popull edhe në anën politike, mos me thonë si shtet. Me fol edhe bota në gjuhën shqipe. Me fol në gjuhën shqipe, mirë, po paktën me na pa në hartë, ma e pakta kish me qenë që ekzistojmë edhe na si popull.